Ndeshja e play-offit që luajti kombëtarja jonë e futbollit kundër Polonisë në kuadër të ndeshjeve për kampionatin botror të futbollit 2026 ka bërë që të shtyhen ndeshjet e javës së 29 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Të gjitha ndeshjet që do të luheshin këtë fundjavë janë shtyrë për të luajtur në fundjavën e ardhshme. Sipas kalendarit të publikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, të 12 skuadrat e kësaj kategorie do të zbresin në fushë të shtunën e 4 prillit, ku do të përballen me njëra tjetrën. Për ekipin e Burrelit kjo javë do të jetë e ngjeshur dhe intensive në stërvitje pasi do të luajë në transfer në ekipit të Laçit, i cili kërkon që me çdo kusht të ngjitet direkt në Super League, pa patur nevojë që të luajë në play-off me ekipin e tretë nga fundi i ligës superiore. Djemtë drejtuar nga tekniku Samuel Nika i pritet të kenë një javë të ngarkuar stërvitje pasi synon rikthimit tek rezultatet pozitive, pavarësisht skuadrës që do të kenë përballë. Për numrin 1 të pankinës matjane, këto javë janë decisive, teksa kampionati po shkon drejt mbylljes dhe qëllimi tashmë mbetet qëndrimi në 6 vendet e para të renditjes së përgjithshme të kategorisë së parë. Burreli aktualisht mban vendin e 6 në tabelë me 33 pikë, por ka shumë pranë Korabin e vendit të 7 me 32 pikë dhe Besën e Kavajës me 31 pikë.